5% që ishte në vitin 2023 dhe dua ta ndaj këtë gjë sepse kemi pas një debat vazhdueshëm këtë komision. Rënja e këtij borxhi publik apo rënja i dedikohet konsolidimit fiskal me 1.4 pikë përqindje, rritjes reale të ekonomisë me 2.2 pikë përqindje dhe kursit të monedhës me 1.4 pikë përqindje. Borxhi i brendshëm zë 31.1% të GDP-s dhe borxhi i huaj 22.7% të GDP-s. Tani, thënë gjitha këto, pa diskutime edhe nga raporti juaj, po edhe nga diskutimet me kolegët, ekzistojnë disa shqetësime që unë do doja t'i ngrija këtu. Për këtë vit nuk kemi çfarë themi sepse Bankës së Shqipërisë i kanë mbetur edhe 2-3 muaj. Dhe normalisht mbarova. Mbase do të përfaqësoj edhe ty për këto shqetësime që do ngre. Po jo më kur flet ti edhe unë e gjej veten këtu. Si? Në të njëjtën masë që ke prishur ti bujar, ke partia jote. Tani, shqetësimet që kam, lidhen drejt për drejt edhe me disa problematika që u mundova t'i përmend gjatë fjalës time. Së pari mbi të gjitha lidhet me ekonominë dhe me prodhimin në të. Natyrisht që është një shqetësim që vjen nga viti 2024, por që është edhe materializuar gjatë vitit 2025 në të dhënat që kemi deri tani referuar nga Instati. Rënja e prodhimit industrial, dhe veçanërisht rënja e prodhimit bujqësor, pra në dy deg shumë të rëndësishme të ekonomisë kombëtare të vendit kanë sjell apo kanë patur një impakt edhe mbi eksportet tonë. Veçanërisht në këto dy fusha që kanë edhe një pjesë shumë të gjerë të punësimit në këtë vend. Ky është një shqetësim i përsëritur edhe nga një vit më herët, po në qoftë se një vit më herët kishim përballë apo u përballëm edhe me efektet që erdhën nga një sër faktorësh tjerë, tërmet, pandemi, luftë e kështu me radhë, tani që jemi konsoliduar, rënja në këto dy sektor natyrisht që shqetëson. Dhe ndikimi i këtyre dy sektorëve në eksportet pastaj shqetëson akoma më shumë. Dhe e kombinuar, rënja e prodhimit industrial, ta themi dhe bujqësor, rënja e eksporteve në këto dy element të rëndësishëm, e kombinuar me rritjen e fortë të eksporteve të shërbim, dhe veçanërisht të shërbimit të turizmit. Patjetër, ai është një sektor që do vazhdojë do marrje e do ketë kontributin e fortë në rritjen e ekonomisë kombëtare. Mos po çon në ndryshime strukturore për të cilat jemi të papërgatitur, pra ndryshime strukturore të ekonomisë kombëtare. Ju e vut theksin pak më herët tek produktiviteti. Dhe me që kam lexuar në raport i referoheni qartësisht produktivitetit lidhur ngushtë me zhvillimet në sektorin e turizmit dhe eksportet e turizmit. Po pyetja që kam dhe që materializon këtë shqetësim. Ju duket e drejtë që një metalurg të kthehet në kamarier? Ju duket e drejtë që një bujk të kthehet në sanitar? Unë mendoj që jo.